U rikthyem sërish në studio, gjithmonë pjesa e dytë e emisionit i kushtohet të ftuarit tanë special që i kemi gjithmonë të ndryshëm nga fushat të ndryshme. Kësaj radhe do flasim për 5 libra të më të rinj të autorës Mejreme Kajolli Tusha. Për librat Gjurmët, Hijet e jetës, Aromë Trëndafili, Sytë e diellit dhe Shokët e lagjës. Dhe sot me mua në studio kemi pikërisht zonjën Mejreme. Mirë se erdhe dhe mirë që u takuam pas këtyre 5 librave që sapo i keni botuar, zonja Mejreme. Mirë se u takuam, faleminderit shumë për ftesën, ju dëshiroj një ditë të këndshme. Faleminderit. Çfarë ju frymëzoi të sillni para lexuesve për menjëherë të themi 5 libra të rinj? Shif, librat nuk janë shkruar menjëherë. Këto janë punime me vite. Mirë po, unë kam një fat, ashtu që librat më rinj, edhe kur vjen koha se kur për një herë botohen. Ashtu kam pas fatin edhe me 2 librat e parë, Doracakun e gramatikës për mbledhjen, e cila është për nxënësit, faktikisht është për mësimdhënësit e klasave të ulta, po mund ta përdorin edhe nxënësit prej klasës së 5. Mbas 12 viteve që kanë ndjejtë libri, ka pushuar, dhe romani, mbas i kam mbaru, mbas 4 viteve pushim, të dytë për 1 vit e kam botu. Po fati im pas ka qenë kështu, edhe librat me poezi i kam me vite që i kam shkruar. Dhe për sa kohë kanë qëndruar, të themi këto 5 libra që sapo i keni botuar? Për zotin, mjaft kohë, mjaft vite. Për shkak se nuk është edhe shkruaj 20, 30, 50 poezi, edhe i përmbledhje i botojnë e shkruajmë poezi, pastaj përzgjedhjem, pastaj kontrollojmë ku ta dish sa herë, edhe pastaj rregullojmë i fusim në libër, do më thanë rregullojmë për në libër. E pastaj vjen pjesa e redaktorit, por recenzenti, por lektori, por recenzenti, edhe kështu që kanë kalu me të vërtet mjaft vite. Unë kam mbi 400 poezi të shkruara, po, edhe poezi, po kam dhe virsha për fëmijë. Pastaj do të flasë edhe për virshat, se ato janë shumë më të rëndësishme se poezit, po. Pasi që ju edhe jeni një mësimdhënëse dhe punoni edhe me fëmijë dhe për juve kjo ka, mund të them, një vlerë më të madhe. Të vazhdoj? Po, urdhëroni. Edhe kështu që në vitin 2023 botova librin Gjurmët, 2024 Hijet e jetës, edhe Aromë Trëndafili si vjet, 2025. Mirë po si vjet i botova dhe 2 libra për fëmijë, virshat për fëmijë dhe tregimet për fëmijë. Do me thanë 3 libra për njerë si vjet, mirë po i kam pas gati të gjitha këto libra. Për shkak se momentalisht shumë punoj diçka tjetër. Po, çdo libër ka një mesazh. Cili është mesazhi që keni përcjellur ju nëpërmjet poezisë, nëpërmjet këtyre librave sapo i keni botuar? Pra, edhe vetë titujt tregojnë, si për shembull Gjurmët, janë gjurmët të cilët ne i lam pas. Hijet e jetës, edhe ajo është një farë lloj gjurme, një lloj hijet tona në jetë që i kemi që na përcjellin, që lam hije. Edhe Aromë Trëndafili, në Aromën Trëndafili, për mua simbolizon dashurinë ndaj familjes, atë dheut, qytetit tim, miqve, botës. Sytë e diellit janë sytë më të bukur tanë, ato janë fëmijët. Dhe Shokët e lagjës janë tregime të fëmijëve të një lagje, të lagjësime ku jetoj, ku marrin pjesë dhe fëmijët e mi. Si kanë lindur idejtë për këto libra? Keni ndonjë lidhje mes tyre? Po, normal. Normal për poezi dush të inspirohesh prej vetës tënde,
inspirohesh prej ndonjë shoqes, mikes, nëse e din për te, nëse e di jetën, nëse të ka tregu diçka, edhe ashtu që lind inspirimi të shkruajsh. Ato vargjet renditen, për shkak se ti duhesh t'jesh e lindur të shkruajsh. Unë shkruaj për shkollës së mesme, kam qenë në grupin letrar, ku poezit tona ngjitjeshin në panot në korridorin e shkollës, do me thanë, prej moti kam filluar të shkruaj. Nuk jam dalur asnjëherë, mirë po, ndonjëherë edhe pak kam pushuar se nuk është vetëm unë do të marr tani edhe do të shkruaj. Nuk shkon ashtu, po duhet të vjen ajo muza prej brenda. Ndonjëherë nuk shkruaj një muaj, ndonjëherë për një muaj shkruaj disa poezi. Nga ju vjen ai? Nga çfarë inspiroheni? Po ju thash, nga ndonjë ndjenjë, nga ndonjë motiv, nga diçka që shoh, diçka që ka më prek zemra, edhe inspirohem edhe shkruaj. Për nxënësit, unë jam mësuese dhe jetoj me nxënësit. Që të shkruajsh për fëmijët, duhet të hysh në botën e fëmijëve. Unë jam në botën e fëmijëve, edhe di çka duan fëmijët, di si mendojnë. Pasi që punoj prej fëmijë prej 6 deri në 10 vjeçar, edhe në libër janë poezit atyre llojeve, do me thënë si mbas moshës. Ka disa poezi, shembull për nanën, për mësuesën, për shkollën, më të lehta, pak më me rim, pak. Varet, do me thënë, 6 vjeçari, sa mundet të mban mend, si mundet të reciton. Gjithë ato duhet i mendojmë. Edhe mbasi punoj me nxënësit, mua nuk më vjen rand, dhe inspirohem nga vetë nxënësit. Ndonjëherë, kur shkruajmë poezi, së bashku me nxënësit për shkak se i ushtroj, çdo gjenerat i ushtroj edhe kam nxënës mjaft bukur që shkruaj. Aty për aty bëjmë ndonjë poezi. Inspirimi për tregimet. Djali im kur ka pas, prej 6 vjeçar kur ka qenë, për jetimet e tij, lojrat me shokët. Tani djali im është shumë i madh, shumë i rritur. Edhe një ditë mendova, thash, po përse unë nuk i bëj në tregime për shkak se aq bukur kanë kaluar shokët e lagjes, pse mos ketë mësim për fëmijët tjerë. Gjeneratës së re. Po, edhe ne kemi ruajtur kafsh. Nuk ja kam prish qefin fëmijëve të mi, cilin kafsh kanë dëshiru, e kanë marrë në shtëpi, kanë ruajtur, po ashtu edhe në lagje, në të lagjet tona, ne kemi mjaft maca, kemi edhe qenë, edhe fëmijët e lagjes janë kujdes për ato kafsh. Edhe aty janë përjetimet e fëmijëve, lojrat e tyre, dhe besoni ato sot e kësaj dite janë shok shumë të mirë. Asnjëherë nuk janë fjalos. Gjithmonë janë respektuar dhe e respektojnë njëri tjetrin. Sa mendoni që këto tregime do t'ju ndihmojnë gjeneratës së re? Po, Se e dim që çdo gjenerat ka ndryshuar më tani. Tani mund të shohim, mund të themi lirshëm se rrallë shohim fëmijë që luajnë nëpër lagje. Duke pasur parasysh se edhe bota e teknologjisë e ka bërë vetën. Dhe gjithkohës i kemi me telefona në dorë, mund të themi më shumë i luajnë ato lojrat nëpër këto gjërat e teknologjisë. shif, është edhe një fat, ne që jetojmë nëpër lagje. Paketa është më ndryshe. Edhe pse fëmijët tanë ditë nuk duhet të jenë në rrugë. Mirë po duhet të kenë kohë të caktuar, nga 1 orë, më tepër 1 orë e gjys 2 të jenë jashtë, normal nëse janë të vegjël, në kujdesin e prindit. Duhet të dalin të luajnë, për shkak se ajo është një përjetim që nuk do të harrojnë asnjëherë, sikurse ne, që nuk e harrojnë përjetimet tona që kemi luajtur me shokët dhe shoqet e lagjes. Prindërit nuk duhet t'i lanë fëmijët të rinë vetëm në telefon edhe vetëm të jenë në shtëpi. Po të dalin edhe pak jashtë, të shohin se si është loja në lagje. T'ua mësojnë lojrat e ndryshme që kanë luajtur ato më herët, edhe ta tregojnë ndjenjen e atyre lojrave kur kanë pas fitore, se sa e mirë ka qenë. Kështu që unë mendoj se fëmijët që do ta lexojnë librin,
po ashtu edhe të rriturit, do të shohin se sa edukative është. Është mjaft edukative dhe mbas çdo tregimi ka pyetje. Pyetje interesante në lidhje me tregimin. Libri është edhe me fotografi, si mbas fotografisë vazhdon tregimi, ashtu i kam përshtat. Është që t'ju duket edhe pak edhe fëmijëve më interesant. Kush e ka lexuar, i ka pëlqyer edhe fëmijëve, se mua më së shumti më intereson një fëmijë kur e lexon, a don ta vazhdon edhe tregimin tjetër. Së pari ju kam dhënë fëmijëve të kolegeve të mi, për shkak se fëmijët të mi janë të rritur, edhe koleget më thojnë e kanë marrë librin edhe vetëm lexojnë, ju vije interesant. Dhe atëherë thash, ja ke arritur qëllimin. Po. Dhe më thënë që sa do pak fëmijët me fotografi, ndoshta ju duket edhe pak më tërheqës edhe leximi. Ashtu është, se fëmijët dëshirojnë fotografi edhe i duan kafshët. Kur shohin fotografi me kafsh edhe me fëmijë, i tërheq më tepër, që të lexojnë të shohin se çka shkruan. Pikërisht. Mund të na thoni se cilët janë temat që ju prekupojnë më shumë në krijimtarinë tuaj letrare, zonja Mejreme? Po unë shkruaj mjaft për familjen, për prindërit e mi, për familjen më të ngushtë. Kam mjaft poezi sociale. Ato janë me një numër të madh. Kam shkruar poezi advetare, kam mjaft. Kam 3 poezi për qytetin, për Shkupin, të cilën e dua shumë. Kam poezi për dëshmorët, për miq kam, për mikeshat të mia të cilat i dua shumë. Do të thoni ju gjithmonë shkruani në atë çfarë ju inspiron më shumë të themi që i keni përreth, duke filluar nga dashuria për atë dheun, për njerëzit e tu të afër, të familjes, për miqt e kështu me radhë. Po. Po gjithmonë e shkruajmë ajo që na rrethon, edhe unë jam pak realiste, edhe i shkruaj gjërat ashtu si i shoh. Pikërisht. Zonja Mejreme, mund të na thoni si e shihni rolin e shkrimtarit të themi në ruajtjen e gjuhës dhe identitetit kombëtar? Me të vërtet, kur një shkrimtar, një poet e shkruan, duhet të ketë shumë kujdes për gjuhën. Normal, ne mund të gabojmë dikund, edhe pse nuk duhet të gabojmë, mirë po gabimet ndodhin. Gabimet të vogla falen. Ja njerëzore, pikërisht. Duhet të kemi shumë kujdes. Edhe gjuhën si e përdorim, fjalit si i përdorim. Pastaj duhet të mendojmë edhe për kombin tonë, se edhe çka shkruajmë. Normal, duhet të mendojmë edhe për atë dheun tonë, se atë dheu është i lidhur në kombin. Vendi jon është atë dheu në Maqedonia, është atë dheu ynë. Cilët janë sfidat të themi në këtë rrugtim letrar? Çfarë vështirësi keni hasur si autore të themi në Maqedoninë e Veriut? Një vështirësi që kam hasur, që me vite kam prit prej Ministrisë të Kulturës, kam konkurruar me vite edhe nuk kam pas rast, më thanë të fitoj që të botoj libra. Vjetë, të më thanë, 2 herë të më tani për gramatikën edhe tani për shokët e lagjes. Përsa të tjerat, disa i kam botuar vetë, për një libër më kanë ndihmuar komuna, për një libër Fokusi, Fokus Printi Shkup, libra tjera i kam botuar vetë. Çfarë duhem të kenë të themi institucionet përkatëse për autorët të cilët që shkruajnë pikërisht ju jeni një shkrimtare që shkruani për më të vegjëlit tanë, sado pak ka nevojë për libra të reja, mendime të ndryshme, poezi, proza e kështu me radhë. Po duhet na ndihmojnë. Edhe komunat duhet të ndihmojnë, edhe shteti duhet të ndihmojnë. E posaçërisht ne që shkruajmë për fëmijë, që ta pasurojmë botën e fëmijëve. Duhet na ndihmojnë, duhet na përkrahin, përkrahja duhet të fillon të jetë më e madhe. Për shkak se ne punojmë për popullin, punojmë për vendin tonë, edhe
ne nuk kërkojmë ku ta di sa të na vlerësojnë. Mirë po pak sa do ku do ta din vlerën, derisa jemi gjallë të na mbështetjen. Për shkak se gjithë këto libra janë trashëgimi që do të mbeten. Do jetoni sa do që t'jetë në librat e juaj me poezitë, me prozat. Si e përjetoni të themi takimin me lexuesit, me fëmijët, të themi me ta më të vegjëlit? Sa është interesimi i tyre për të lexuar libra? Shif, unë mund të flasë më tepër për nxënësit e mi, se unë i shty të lexoj. Edhe i detyroj të them të drejta. Shumë mirë bëni atëherë. I detyroj se pa tjetër nuk pranoj nëse nuk ka lexuar në kohën e dur, se s'mund t'ja pa fat të shkurt, ja pa fat të gjata se ato janë fëmijë, atëherë atyre nxënësve ja zgjas kohën, pa tjetër duhet të lexojnë. Për shkak se unë them, mësuese, sikur se fiskultura është për shëndetin e trupit, edhe e zhvillon trupin, leximi është një fiskulturë e trurit, mendjes, cili zhvillon mendje. Edhe për atë nëse doni të bëheni më të mençur, duhet të lexoni më shumë. Edhe kështu që lexojnë, unë gjej mjaft të libra, po edhe në shkollë librat që i kemi, edhe pse janë vjetruar lektyra, gjërat që i kemi librat, mirë prapë ne i marrim ato, i riparojmë, edhe u japim nxënësve të lexojnë, librat tjerë ku mund të gjej, poezit e mia, nga librat e mia, lexojnë nxënësit, po edhe koleget e mia, do më thane bashkëpunojnë. Bashkëpunojnë, mjaft bashkëpunojnë, i shtyn të lexojnë, se pa tjetër. Të mos jenë të mvarur tani vetëm prej telefonit, edhe të lexojnë në telefon, nuk ka çdo libër, edhe nëse janë librat në internet, ato duhet të paguhen. Nuk mundet ashtu të gjesh edhe vetëm të lexojsh, ose tek të dikon ndonjë vjersh, ndonjë poezi. Për atë shkak i mësoj që të blejnë libra. I mësoj të marrin në bibliotek libra, të lexojnë, edhe ne së bashku shkojmë edhe te biblioteka e shkollës, bëjmë një përzgjedhje të librave. Pikërisht. A keni ndryshuar edhe ju në shkrimet e juaj, në veprat e juaj, duke ju përshtatur sadopak edhe gjeneratave të reja në poezi? Normal është, për shkak se, unë e marr profesionin tim. Kur kam filluar të punoj, nuk ka pas internet. Ne për të shpjeguar një mësim, atëherë kemi pas si projektor, sapit them, nuk ka qenë projektor, po si një aparat, ku kemi marrë disa folia, pa ngjyra, aty kemi vizatuar ne vetë, edhe me ato kemi spjegu, ose kemi marrë këtu fotografi. Tash me anë të internetit, bëjmë slide, hymë YouTube, spjegojmë mësime në mënyra të ndryshme. Do me thënë, sikur që ka përparu jeta, teknika, teknologjia, ashtu edhe ne shkrimtarët në shkrimet tona, normal që kemi përparu, edhe duhet të përparojmë. Pa tjetër, do më thonë ndryshon edhe shkrimet e juaj duke ju përshtatur gjeneratave. Mund të na thoni sa kanë ndryshuar gjenerata prej gjeneratave në krahasim duke u bazuar gjithmonë tek leximi i librave? Këtu te leximi ka një ndryshim për shkak se ka një ulje. Më parë ne kemi lexuar më tepër. Tani ka shumë pak të rritur që lexojnë. Nuk është ai numri i madh si më parë. Mirë po, ne duhet t'i inspirojmë, duhet të shkruajmë gjëra interesante që mund të lexojmë, mirë po çdo libër që e merr ka diçka në brendi që do ta tërheq lexuesin. Vetëm duhet ta merr librin, duhet ta ketë dashurinë për librin. Kjo rrjedh e para prej familjes, e cila është kryesore, pastaj prej shkollës. Se së pari një fëmijë duhet ta sheh prindin duke marrë libër në dorë. Do të thonë gjithmonë prindërit janë ajo pasqyrja e fëmijëve. Për shkak se me neve kalon një pjesë të kohës, mirë po kohën më të madhe e kalon me prindin. Pastaj është edhe prej mësueses. E para është prej familjes, pastaj prej mësueses. Ne i mësojmë, derisa janë te ne do të lexojnë, mirë po pastaj çfarë ndodh? Aty është puna.
Çfarë donit ju përcjellni të themi të rinjeve, një mesazh ata të cilët duan të miren me shkrim, në të ardhmen të bëhen autor, të shkruajnë ndonjë vjersh, poezi, proza e kështu me radhë, sidomos për gjeneratat e reja? Po, ju kisha përcjell se vetëm të lexojnë. Nëse dojnë të fitojnë dituri, të mësojnë si të shkruajnë, të lexojnë libra nga autor të ndryshëm, nga autor tonë kemi mjaft autor të cilët normal janë të ndjerë, po edhe të autor të cilët jetojnë, po ka edhe autor nga shtetet tjera, libra të cilët i kanë të përkthyera në gjuhën shqipe, është mirë të lexojnë, edhe në cilën gjuhë të jetë që e dinë, për shkak se fiton një dituri tjetër kur lexon libra të ndryshëm. Edhe ato që dëshirojnë pastaj të miren me shkrime, do të kenë një diapazon më të gjerë. Edhe më lehtë do të munden të gjindjen, se normal, ato shkrimet e para janë më të randa, mirë po sado kudo do t'ju vje më lehtë. Edhe pri në fillim do të tregojnë një farë suksesi që në hapat e para. A mund të na zbuloni diçka për planet e tuaj të radhës? Do shkruani ende ndonjë libër tjetër, keni projekte të reja, çfarë presim nga zonja Merejme në të ardhmen? Po, unë momentalisht ja punoj me një libër shkencor, ato me vërtet i dua shumë, mirë pa jo merr kohë. Kam ndërmend, normal se ne i bëjmë planet tona, e bëjmë skicën se çka do të punojmë, çka do të shkruajmë. Kështu që presim në të ardhmen. Po, kam plane, mirë po, nuk e dim tash kur do të realizohen. Nuk do i zbuloni, do me thënë, ne vetëm do presim dhe përsëri zonjën Merejme do e kemi në studio për të parë cilët janë planet. Diçka interesante nga përjetimet në kohën më parë, çka ka ndodhur, do me thënë, prej tregimeve të më të vjetërve që më kanë treguar kur kam qenë unë e re, e kam bërë skicë, mirë po tash sa do të zgjase, sa kohë do të merë, se nuk mundet atë shpejt të shkruhet një libër, po mbasi ta mbaroj këtë librin tjetër. Kështu që do i presim edhe ato projektet e juaj të radhës. Zonja Merejme, do e lexoni ndonjë poezi që tani sapo keni shkruar nga këto librat? Cilin nga librin ta marr? Mundet, ja Hijet e jetës. Hijet e jetës, ja, këtu është, kemi Hijet e jetës, të na lexoni ndonjë, cila është mund të themi më e preferuara? Të gjitha për mua. Të gjitha? Do ta lexoj sipas titullit të librit, Hijet e të kaluarës. A, Hijet e të kaluarës. Hijet e të kaluarës. E kaluara është hije, të ndjek, të jep dhembje, të xiglon, zgjon kujtime, të shtyn në mendime, ndonjëherë të frikshme, ndonjëherë të shishme. Jeta është e magjikshme, të mahnit me ndryshime, vetë duhet të gjesh zgjidhje, asgjë nuk është e paarritshme. Hijet le të ndjekin, pun tjetër nuk kanë, jetën me ne ndajnë, për atë në rinë pranë, dritën e madhe e mbajnë, hije të na bëjnë. Ju faleminderit zonja Merejme për këtë lexim kaq të këndshëm, ishte një poezi shumë domethënëse, domethënë duke u bazuar gjithmonë ju riktheheni në të kaluarën. Kujtimet e juaja i ktheni në shkrim për t'i pasur edhe të tjerët, për të ndjerë nga afër, ndoshta edhe gjeneratat e reja në të ardhmen, sadopak për t'a kujtuar se çfarë kanë kaluar më të vjetërit. Ju faleminderit edhe një herë zonja Merejme që ishit pjesë e emisionit tonë Ritmi i ditës, shpresoj që në të ardhmen do ju kemi përsëri me projekte të reja, pse jo. Faleminderit shumë Rejhane për ftesën, ju dëshiroj shëndet, edhe të keni shikueshmëri sa më të madhe televizioni më të vëty. Faleminderit edhe nga una juaj.